السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Morali I mirë ka një pozit lartë në fenë islame. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar moralin e mirë të plotësues të besimit. Duke thënë ekmelul muslimine imana ahsanul akhlaqa. Besimtarët e besimit më të mirë janë ata të cilët besimtarët e besimit më të plotë janë ata që imonin e kanë ata që kanë moralin më të mirë. Që kush e ka moralin më të mirë, ai konsiderohet besimtar më I mirë. Në fundë që njeriu bëhet besimtar I mirë, dhe nuk ketë imon të plotë, nëse nuk përmirëson moralin. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an që profeti I tij ka moral të lartë. وإنك لعلى خلق عظيم. Vërtet ke moral të lartë, moral pa mështore. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu në moralin më të lartë. Morali I mirë është një ndër veprat që rëndon më shumë në peshoren e rrobit të ditës së gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith asqal ma yudha'u fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati husnul khuluq. Gjëja që rëndon më shumë në peshoren e rrobit të ditës së gjykimit është morali I mirë. Morali I mirë konsiderohet një nga veprat më të mira, të cilat rëndojnë shumë në anët e të mirave në peshoren e veprave në ditën e gjykimit. Dy veprat që I çojnë më së shumë të njerëzit në xhenet janë takvaja dhe morali I mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka garantuar një shtëpi në vendin më të lartë xhenet, pra në gradat më të larta në xhenet, për ata njerëz që kanë moral të mirë. Edhe zaimu bi bejtin ja al-janna liman hasuna khuluquhu. Njerëzit që do të jenë më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, dhe që do të jenë ndër njerëzit më të dashur të profetit sallallahu alaihi wasallam, janë ata që kanë moralin më të bukur, siç ka thënë inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Ata që e kanë moralin më të mirë, ata do të jenë më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Dhe ata do të jenë ndër njerëzit më të dashur të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu me moral e bukur arrin gradën e atij që fal namaz natën, nafile, dhe që agjiron nafile. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Njeriu arrin me moralin e lartë gradën e atij që fal namaz natën dhe që agjiron nafile ditë. Ndër njerëzit më të dashur tek Allahu I Lartësuar janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se mirësia është morali I mirë, al-birru husnul khuluq. Mirësia është morali I mirë. Pra ka shumë argumente të cilat përmendin shpërbim dhe bashkë moralin të bukur, mirësitë të bashkë që arrin njeriu në moralin e mirë. Morali I mirë është pjesë e besimit. Dhe njeriu nuk arrin të bëhet besimtar I mirë, I besimtar I përsosur, nuk arrin të plotësojë imonin, nëse morali nuk e ka të bukur. Mbase njeri kryen detyrat e fesë dhe rrugët e gjinore, ka moral të mirë dhe të një gradë lartë xhenet. Në ana tjetër, ndonjë person mund të bëjë shumë vepra, mund të bëjë shumë ibadete, mund të ruhet nga shumë gjunahe, por ka moral të keq, ka sjellje të keqe
dhe për shkak të moralit keq, dhe për shkak të sjelljes së keqe që shkon në zarrën e heret. Andaj ka treguar profeti tonë sallallahu alaihi wasallam për një grua e cila hante shumë namazafile, agjeronte, nafile, i jepte shumë sadaka, por i lëndonte komshit, e lëshonte gojën kundër komshive. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha ajo nuk ka mundësi për të banuar zjarrin e xhenemit. Pastaj i treguar profetit për një grua tjetër që i kryente farzët, falte namazit, farz, agjeronte Ramazanin, dhe jepte fare pak sadaka, jepte pak gjithë sadaka. Por ajo e ruante gojën, ishte vetëm mirë, për të mundonte qijet e saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha për të, ajo do të jetë banuar e xhenemit. Që nëse njeriu kryen të tyra dhe ruan të gjyron, dhe ka moral të mirë, shpresohet të një gradë larg xhenet. Në ana tjetër, nëse njeriu duke përmirësuar moralin, ose sillet keq me njerëzit, ose ka moral të keq, ai rrezikon të shkojë në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj, qoftë edhe nëse kryen shumë ibadete apo shumë vepra nafile. Çështja e moralit të mirë është shumë e rëndësishme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me moralin më të mirë. Kana Rasulullahi ahsana an-nasi khuluqan, ka qenë i dëbuar Allahu të shkruar hadith njeriu me moralin më të bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, ka qenë njeriu më trim, ka qenë vullnetari më i madh, ka qenë shumë i thjeshtë sallallahu alaihi wasallam. Profeti shpesh herë buzëqeshte. Ishte i afrushëm me njerëzit, ishte i dashur me njerëzit, ishte i bukur, ishte i thjeshtë. Mund të ndodhte që një vajzë e vogël nga robia e Medinës të vinte, ta merrte për dorë profetin dhe ta çonte atje ku kishte hall apo ku kishte të mbaruar një punë. Kjo tregon thjeshtësinë e madhe të profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Një herë ka ardhur një beduin, që tregon Enesi po ecte me profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe vjen një beduin. Profeti thotë kishte një veshje të trashër të ashpër. Ky beduini e shpërgoi profetit edhe kapën për këtë veshje dhe e tërhoqi. Po e tërhoqi aq fort sa që veshja e ashpër dhe e trashë la gjurmë në qafën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky beduini, pas e tërhoqi fort dhe ashpër profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, i tha, burli bin al-mali alladhi indak, jep urdhër që të japin nga pasuria që ti ke. Profeti i drejtua duke buzëqeshur edhe dha urdhër që atij t'i jepte. Kjo tregon moral të lartë profetit. Kuptohet se ky ishte një beduin i pakvendur, me sjellje të ashpër, nuk dinte si të komunikonte, nuk dinte si të kërkonte. Po profeti sallallahu alaihi wasallam ishte zemërgjerë, ishte tolerant, ishte shpirtëlirë, ishte falës, ishte i thjeshtë, dinte të komunikonte me njerëzit, sa ishte i butë, ishte i mëshirshëm. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e toleroi këtë beduin, dhe jo vetëm kaq, po i buzëqeshi dhe dha urdhër që dhe t'i jepte. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndodhur kurrë që të vëj dorë në bashkëshortët e tij, apo në i shërbëtorët të tij. Ai nuk i ka rënë kujt me dorë përveçse kur ka shkuar në xhihad në rrugën e Allahut, nuk ka luftuar armiqt. Edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që profeti sallallahu alaihi wasallam t'i bëri diçka apo t'i bëri ndonjë dëm dhe të bëte hak për çështje personale. Përveç nëse do shkelëshin ligjet e Zotit, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam do të kërkonte shpagim për çështjen e fesë, për shkeljen e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Por për çështjen personale, profeti kur nuk ka dërguar shpagim, kur nuk ka marrë hak sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka treguar se i ka shërbyer profetit tonë sallallahu alaihi wasallam për 10 vite. Dhe thot, kur nuk ka thënë për diçka që duhet nuk i kisha bërë, pse se bërë? Apo për diçka që i kisha bërë, pse bërë këtë gjë? Pra kishte një
në lidhur bisede shumë të mirë me njerëzit. Sallallahu alaihi wasallam kishin një komunikim shumë të afërt dhe shumë të mirë me njerëzit. Nuk e qortonte bashkëshortet, nuk e qortonte fëmijën, nuk e qortonte, nuk e fajsonte shërbëtorin, sikur se mësohet nga hadithi e Enesit radhiyallahu anhu. Profeti ka qenë njeriu gobujar, e nuk rezervonte gjë për testin. Ai çfarë kishte e jepte, sallallahu alaihi wasallam. Madje ka ndodhur që profeti ka dhënë gjëra që i nevojiteshin për vete. Sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më të trim. Dhe ne duhet të ndjekim shembullin e profetit tonë, sallallahu alaihi wasallam. Të kesh moral të mirë, moral të bukur, do të thotë, ti je durimtar, ti je zemërgjer, ti je bujar, ti je i ndershëm, ti je trim, ti je falës, ti je i vështirshëm, ti je i thjeshtë, të kesh sejder. Dhe unë të morale në buka, çfarë është të të njeriu që apo mbajtës, ka durim. Kur është një ma, ka thjeshtë, shkurnat, është bujar, e shot goje, e kuj goje, të garuar goje, kur është bëgacak, kur është i pacip, shpatur, të morale të shia. Ti tash nuk kesh morale të mirë, të thotë se mos të vrekosësh, kesh vetë të mbajtur. Në dhëtë se e vrekosësh të përbash vete, të takosh me njerëzve të ty qeshur, të i buqeshur, të bësh mirë njerëzve, të mos u bësh keq njerëzve, mos u bësh keq njerëzve, as me dojë, mos asësh keq, as me dojë, mos kujtosh njëri, mos bësh padrejtësi. Dhe gjithashtu, ti dërosh njerëzve nëse të bëjnë keq, nëse të mendojnë. Dhe një nga mënyrat për të fituar zemrën e njerëzve është të kemi moral të mirë. Njeriu me moral të mirë arrin të fitojë zemrën e njerëzve, sidomos në thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit e duan njeriu që ka moral të mirë, dhe në anën tjetër njerëzit largohen nga njeriu me moral të keq, i ruhen atij, i largohen, nuk pranojnë prej tij. Allah ka përmendur në Kur'an që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe dëshirë Allahu tregoi bukë të njerëzit, po sikur tregoi ashtu me njerëzit do të largoheshin prej tij, dhe bima rahmetin min Allahi linta lahum, wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Allah ka përmendur në Kur'an që profeti ishte tepër i interesuar për të mirën e njerëzve, dhe ishte besimtar i butë dhe i mëshirshëm, bil mu'minina raufur rahim. Allahu ka cilësuar profetin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an si njeriu me moral madhështor. Allahu ka urdhëruar në Kur'an që të themi njerëzve fjalë të mira, wa qulu lin-nasi husnan. Bisedoni mirë me njerëzit, komunikoni mirë me njerëzit, thuajini me njerëzve fjalë të mira. Ju duhet të flasni mirë, pastër, me qëllësi, me sinqeritet me njerëzit, të themi fjalë drejta, të mos i shajnë, të mos i burgojojnë, të mos i ofendojnë, mos i fyën, mos tallen me njerëzit, duhet të themi njerëzve fjalë të mira, komunikimi duhet jetë i mirë, i mirë që fitojnë zemrën e njerëzve. Sidomos me prindërit. Prindërit janë njerëzit që meritojnë më shumë, që ne sillen një mirë me ta, që ne të kultivojmë moral të mirë të sjellni me ta, flasim mirë me ta, me bashkëshortet, me fëmijët, me të afërmit, me fëmijët, të sjellë mirë me fëmijët, të bëjmë mirë atyre, pra me anë moral të mirë ne arrim të fitojmë zemrën e njerëzve. Po si të përmirësojmë ne moralin e mirë? E para, të njohim moralet e bukura. Dhe i përmenda pak më përpara mirësa nga moralet e mira. Të njohim dhe mirësi dhe vlerën dhe shpërblimin e madh të moralit të bukur. Kush e njeh moralin e mirë
Dhe kush e di se çfarë shpërbimi të madh ka morali i mirë, do përpiqet ta kultivojë moralin e mirë, sillet mirë me njerëzit, flas mirë njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka porositur në hadith që të sillen mirë me njerëzit. Ka thënë wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, ka thënë sillu me njerëzit me moral të lartë, moral të mirë. E dyta, për të kultivuar moralin e bukur është njohja e jetës profetit dhe njohja e jetës së shokëve të profetit dhe njerëzve të mirë, brez pas brezi deri në kohën tonë. Profeti është shembulli më i lartë i ytit. Ai është shembull në gjitha aspektet, por edhe në moralin e lartë. Përmendem pak më përpara disa hadithe që flisin për moralin e lartë të profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Këni ta ndjekim shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kemi durimtar, kemi verjohën, kemi të thjesht, kemi bujar, kemi të dershëm, kemi të drejtë. Ashtu si se ka qenë i dërguar ju sallallahu alaihi wasallam. Po edhe kur lexojmë jetën e shokëve të profetit, jetën e dietarëve të umetit, jetën e njerëzve të mirë të umetit islam, do të vërejmë që ata gëzonin moral të lartë. Dhe kjo do të ndihmojë neve që të pajisemi moral të lartë. Gjithashtu, morali i lartë mund të kultivohet, mund ta mësojë njeriu veten me moral të lartë, mund ta ushtrojë veten që të sillet mirë me njerëzit, pra mund ta kultivojë durimin, mund të kultivojë bujarinë, të tregojë bujar, kemi mikpritës, mund të kultivojë trimërinë, mund të kultivojë thjeshtësinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që ka bjerë baktin, ka qekur opigat e tij, ka arduar rrobën e tij, ka kryer dhe punët e shtëpisë me bashortën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ne do të përpiqemi të kultivojmë moralin e bukur, dhe mund ta fitojmë moralin e bukur, dhe mund të sillemi me moral të bukur me njerëzit. Muaji i Ramazanit është një mundësi e mirë për përmirësimin e moralit. Madje kush nuk arrin të tregojë moral të mirë muajin e Ramazanit, ai agjëritë ka të ballët. Ai mund të mos e marrë të plotë për agjërimin. Ai mund të mos i arrijë mirësitë e agjërimit, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Fa kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kur ti jesh agjërues, mos e prish gojën, mos thuaj fjalë pista, mos thuaj keq, mos vërtet. Sipas Ibrahimit ka thënë: "Wala yajhal", mos sillet keq, mos sillet si ignorant, si vendjelej, si njeri i keq. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë një hadith: "Men lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk lën përjeshtrën, dëshminë e rrejt, kush nuk lën gjunat e gojës, dhe veprat sipas tyre, pra kush nuk lën dhe veprat dhe gjunahet e trupit, ati Allahu lartësuar nuk ja vlerëson agjërimin. Agjërimi na ndihmon që të kultivojmë durimin. Prandaj muaji i Ramazanit quhet ndryshe dhe muaji i durimit. Agjërimi nuk bëhet pa durim. Dhe me durim na arrin të përmirësojmë moralin. Të durimi është boshti i moralit të bukur. Mbase në një mësim tjetër do të flasim për durimin insha Allahu Taala. Kështu që agjërimi na ndihmon neve që të përmirësojmë moralin, të kultivojmë durimin, por duhet që agjëruesi ta ketë parasysh se duhet ta ruaj gojën, ta vetëm se mirë, ta ruaj syrin, ose shë syrin haram, ta ruaj veshët, ose gjë haram, ta ruaj dorën, mos dëmtoj, mos bëj padrejtësi me dorë, të ruaj pjesën e trupit, mos bëj gjunahe. Ky është njeriu që e kryen agjërimin siç duhet dhe që arrin mirësinë e agjërimit. Nëse nëse njeriu agjëron, ruhet nga ushqimi, nga pija gjatë ditës, gjatë agjërimit, por nuk ruhet nga gjërat që ekscedojnë agjërimin,
që fjalët e këqija, gjudahet e gojës, gjudahet e trupit, moralet e këqija, veset e këqija, atë në tyri një agjerive ka të bazën, bandi agjerive i të tjetë formalitet, por ai nuk ka një shpëndimit dhe mirësit e agjerivit tek Allahu i lartësuar, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, rubba sa'imin laysa lahu bis-siyami illa al-ju' wal-'atash. Mbase ka agjërues që nuk arrin gjë tjetër nga agjërimi vetëm se etje dhe urim. Lusë Allahu që ta përmirësoj moralin tonë, lusë Allahu të vëllë në bishme, tonë që të rogova, alhamdulillah, rabbil alamin.